Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafi khalqi Allah Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Falenderimet dhe lavdrimet I takojnë madhënisë Allahut. Atë e falenderojmë, Allahun vetmin e madhrojmë, edhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salatet dhe selamet ja dedikojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, krijesës më të dashur, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm, në këto momente të veçanta që Zoti po na begaton me ditë xumaje, ditë falje e gjunaheve, ditë ku pranohen lutjet, e lusim Allahun e madh që Allahut na fal neve, juve dhe gjithë muslimanëve mëkatet ya Rabbel Alamin. E lusim Allahun e madh pas faljes së mëkateve që Allahut na bën nasib shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj e lusim Allahut na bën nasib Jannatul Firdausin dhe të na mbruan nga zjarmi I xhehenemit. Amin. Kjo është fitoria më e madhe, nëse Allahu na fal, nëse Allahu na mëshiron, nëse Allahu na ruan nga zjarmi I xhehenemit dhe na ban nga banorët e xhennetit, fauzan adhima. Allahu në shumë ajete përmend, kjo është fitoria më e madhe. Allahu na bëf nga ata ya Rabbel Alamin. Thot I madhi Allah në Kur'an: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtetë ky Kur'an të udhëzon në atë çka është më e drejtë dhe më e sigurt. Këtë ajet sot nga gjithë Kur'ani pendajmë së bashku se ky ajet po jep siguri në kohën kur nuk ka siguri hiç. Ky ajet I jep rahati atij që e beson këtë libër dhe I jep komoditet dhe siguri në këtë dynja dhe në ahiret, ai që beson dhe e gjen veten në këtë ajet. Dhe prandaj mesazhi I hutbës është: a doni siguri në kohën më të pasigurt? Shumë njerëz hoxh ka hub siguria, ka hub emaneti, ka hub rahatia, ka hub kënaqësia, kanë hub shumë gjana. Arsyeja është ato ekzistojnë, po ti ke humb se nuk e gjen veten në këtë çka të ka zbrit Allahu prej 7 qiellave Muhammed Mustafas dedikuar neve deri në ditën e Kiametit. Inna hadha al-Qur'ana lillati hiya aqwam. Ky Kur'an të udhëzon në atë çka është më I sigurt dhe më e drejtë. Ky ajet flet dhe mbul zemrën dhe mendjen, kur zemra dhe mendja që roditet nuk zbutet dhe nuk qetësohet posa me fjalën e Allahut. Sidomos kur ndihesh I humbt, kur ndihesh I ngurt në zemër dhe I trishtum në zemrën tënde, çele Kur'anin, lexo, ndëgjo, medito, se kjo të afron në atë çka është më I sigurt. Mesazhi është: kur ndihesh I humbur, ka një rrugë që nuk tradhton asnjëherë. Kjo është Kur'ani familart. Ka djem të ri që mundohen me gjetë sigurinë në diçka tjetër, ata po mundohen, po adresën e kanë të gabuar. Prandaj porosi për mua dhe për çdo të ri dhe çdo musliman që ndëgjon këtë fjalë: nuk ka siguri pa Kur'an, nuk ka mendje të shnosh pa Kur'an, nuk ka zemër të shnosh pa Kur'an, nuk ka udhëzim pa Kur'an, nuk ka xhennet pa Kur'an dhe nuk ka ibadet pa Kur'an. Prandaj kjo jetë dhe ky iman buron nga ky Kur'an, kur bota këtë ke ersum, Allah I ndriçoi mendjen e Resulullahit me zbritjen e Kur'anit dhe ja dha më të sigurtën e njerëzimit deri në ditën e Kiametit. Kush largohet nga kjo siguri, ai nuk është I sigurt. Siguria e vetme që Allahu I ka afru ummetit Muhammed Mustafa është Kur'ani, dhe pa Kur'an nuk ka siguri.
Kur mendja të ngatërohet, Kurani të kthen dhe të kthjell në mendjen e shnosh. Kur jeta që rregullohet, Kurani të shtin sistemin e rregullt. Dhe ky Kur'an, kur ki frikë nga zgjedhjet dhe problemet e jetës, ky Kur'an të drejton kahjen e duhur dhe në adresën më të sigurt të druhur. Kur ndihesh i lot shpirtnisht dhe emocionalisht, që ky Kur'an ty të drejton dhe mu, se pa Kur'an je i tërgnuar çdo herë. Fjala më e sigurt nuk është vetëm se na shpesh herë thojna siguri ekonomike, siguri politike, siguri ku ta diun e jo vëllai dashur. Siguria më e madhe e nevojës së njeriu është siguria e zemrës tënde. S'ka siguri pa Kur'an, prandaj siguria in hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kjo siguri buron nga zemra. Ti mundesh më kon xhepin plot, kapitalin plot, pushtetin në dorë, po zemrën e ke të robrum. Pse? Se nuk e ke të sigurt zemrën në imanin e Allahut subhanahu wa taala që duhesh me besu. Prandaj ky Kur'an të mbjell siguri dhe stabilitet, që esenca e Kur'anit është zemrën më ta bë të sigurt. E dyta, ky Kur'an për më kon njeriu duhet me pas mendje. E mendja e shnosh pa Kur'an nuk është mendje. Jeton 70 vjet pa Kur'an se ki menën tamam. Mendja tamam është ajo mendje e cila e lexon, e beson, vepron dhe mediton, dhe kjo jep siguri nëpërmjet Kur'anit që e siguron mendjen tënde. Dhe e treta, ky Kur'an të jep ardhmërinë tënde shpirtënore dhe të jep siguri të ahiretit e xhennetit, se nuk ka xhennet pa besim dhe pa sigurinë e Kur'anit. Në këtë kohë të pasigurt, që rregullimi shpirtënor, fizik dhe psikologjik janë në nivelin më të kritik të njerëzimit sot, ku shumë njerëz vujnë prej psikologjisë, prej depresionit, prej smundjeve të ndryshme. Shumë njerëz kanë çrregullime familjare dhe shoqërore. Mungesa është e Kur'anit në jetën e tyre, se nuk janë sigurt. Vëlla, nëse ke humb rrugën, shpresën, atëherë ndjehesh shumë keq. Kujto vetëm këtë ajet. Pasha Allahun ai që e kujton këtë ajet, e jeton këtë ajet, e bind veten me këtë ajet, do të jetë i sigurt në dynja dhe në ahiret. Muhammed Mustafa a.s. ishte në shpellë në Hira. Nuk ishte i sigurt prej kujna, prej Ebu Gjehlit. Dul 6 kilometrat në shpellë, kur Allahu prej 7 kaqillnave çoi Xhibril a.s. dhe ja zbriti më të sigurtën, Kur'anin. A dini që ka po pejgamberi sa? Ai ka qenë Rasulullah, po ka qenë njeri, ka qenë pejgamber, po ka pas emocion. Edhe ai është frigu sikur ti dhe unë. Edhe u kthy te shtëpia, zemiluni, mblomni, e rrokën ethet, Kur'ani pizbret. Nuk pedi çka po ndodh. Nuk pedi një amanet prej 7 kaqillnave. Gruaja vet Hatixha radiallahu anha i tha disa fjalë. Allahu nuk të tërpnon ty o Muhammed. Je i sigurt se Allahu po të nderon me nderin më të madh. Prandaj Resulullah është njeriu më i ndershëm, më i dashur, më i ngrituri, më i sigurti, më i shpërblyemi në xhennet prej gjithë pejgamberëve është njëshi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po u frigu. Këtë siguri në moment ja siguroi Hatixha radiallahu anha, e cila kishte ndëgju prej librave të vjetra se do të jenë një pejgamber me emrin Muhammed, Ahmed Muhammed, dhe çka në këtë prej historisë i tha: ty Allahu nuk të rafton, ty Allahu nuk të rëpnon. Pse? Se ti je i drejt, ti ndihmon të tjerëve, ti kujdesesh për jetimët, ti kujdesesh për tjerët. Kush ishte ky? Ishte i drejti para pejgamberllukut, ishte i drejt edhe mas pejgamberllukut. Mirë, po ky moment i veçantë i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e tregon natyrshmërinë se ka qenë pejgamber, po ka qenë njeri. Dhe atë çka e bani më të sigurt pejgamberin alayhis salam, e bani Kur'ani. Atë çka e bani më stabil, e bani Kur'ani. Nëse ne jemi ummet tamam me bot kuptim të fjalës i Resulullahit, atëherë sigurinë e vetme e kemi nëpërmjet Kur'anit dhe shkollës pejgamberit alayhis salam. Një djalë i ri, kjo është në kohën e Resulullahit, një djalë i ri tash në Evropë, i shtërëdhët sikur shumë të ri tan,
i çrregullum në aspektin psikologjik, me gjithë këqijat e dynjas, një ditë e humb adresën edhe shkon në xhami. E humb, po tham, rastisht hin në xhami, ama e gjen vetëm që këtë ajet duke i ndëgju prej hoxhës. Tha subhanallah, u munova me gjetë sigurinë në këtë punë se në gjeta në këtë ajet. Filloj piq ati ajetit me ardhë në xhami, piq ti ajeti me lexu Kur'an, piq ti ajeti me bë tobe dhe istikfar, që ti ajeti filloj me ndje sigurinë. O rini e dashur, s'ka siguri pa Kur'an, mush në zemrën me iman. Lexoni Kur'anin, veproni me Kur'an, kjo është pasuria më e madhe. Elusë Allahun e madh në këtë kohë të pasigurt, Allahu na dhash siguri nëpërmjet Kur'anit, ya Rabbel Alamin. Allahu na udhëzoft që këtë Kur'an ta kemi në zemër, këtë Kur'an ta kemi në mendje, këtë Kur'an ta kemi në fjalët e tona, edhe të flasim fjalë të mira dhe të bëjmë vepra të mira. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Dhe bëni mirë se Allah i don të mirit. Nuk ka mirësi më të madhe pas shahadetit se me lexu Kur'an, me besu Kur'an, me vepru me Kur'an. Allahu na marr shpirtin me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.